Një situatë shqetësuese mjedisore është rikthyer sërish në një prej lagjeve që bën pjesë në zonën turistike të Vlorës pranë shkollës tregtare. Banorët e kësaj zone vijojnë të hedhin mbeturinat poshtë Shkodrës, duke krijuar një pikë të palishme të grumbullimit dhe duke dëmtuar rënd pamjen e një prej hyrjeve më të rëndësishme të qytetit, sidomos nga Riviera. Pavarësisht se territori ishte pastruar disa kohë më parë, ai është mbushur sërish brenda një kohe shumë të shkurtër, madje situata është përkeqësuar edhe më tej. Kjo jo vetëm dëmton estetikën e zonës, por krijon dhe rrezik për shëndetin publik në një periudhë kur qyteti Vlorës po i kushton rëndësi të veçantë pastrimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike. Hedhja e mbeturinave në vende të paautorizuara duhet të ndalojë menjëherë në mënyrë që situata të mos përsëritet. Nga ana tjetër kërkohet që edhe shërbimi i pastrimit të reagojë me më shumë shpejtësi, duke evidentuar këtë zonë si një pikë problematike dhe duke vendosur në prioritete për ndërhyrje. Duke qenë se kjo zonë përbën një nga impaktet e para vizuale për vizitorët që hyjnë në qytet përmes rrugës së Rivierës, pamjet aktuale nuk janë as pak të përshtatshme për një destinacion turistik si Vlora. Banorët dhe institucionet duhet të thirren në bashkëpunim për të shmangur rikthimin e kësaj situate dhe për të ruajtur pastërtinë e qytetit, sidomos në zonat që përfaqësojnë imazhin e tij përpara vizitorëve.